Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po përballet me një periudhë të lëkundshme në nivelet më të larta të drejtuesve pas tërheqjes së sekretarit të përgjithshëm të kabinetit. Largimi i tij shënon një tjetër ndryshim të rëndësishëm në strukturën e administratës së kryeministrit, duke reflektuar përpjekje për riorganizimin dhe rivendosjen e kontrollit politik. Vendimi i Wormald vjen pas disa dorëheqjeve të tjera në stafin e afërt të Starmer, një nga detyrat e larguara dhe Morgan McSweeney, i cili mbante postin e shefit të stafit, si dhe Tim Allan, drejtori i komunikimit të kryeministrit. Sipas mediave britanike, këtë lëvizje lidhe me një plan të gjerë rikonstruktimi të ekipit drejtues për të përballur pasojat e skandaleve të fundit politike. Në reagimin e tij publik, kryeministri Keir Starmer falenderoi Waldmard mbi 3 dekada shërbim në administrimin e shtetror, duke theksuar kontributin e tij profesional dhe bashkëpunimin e gjatë të viteve të fundit. Ai bëri të ditur se largimi ishte dakordsuar mes palëve si pjesë e një tranzicioni të ri në drejtimin e kabinetit. Nga ana tjetër, vet Waldmard e cilësoi mandatin e tij si ndër një privilegj, duke falenderuar bashkëpunëtorët për mbështetjen. Ai kishte detyrën vetëm në dhjetor të 2024, duke e bërë një nga sekretarët e përgjithshëm me mandatin më të shkurtër në historinë e administratës britanike. Zhvillimet vinë në një moment të ndjeshëm politik për qeverinë laboriste. Emri i Peter Mandelson është rikthyer në qendër të debatit publik pas raportimeve që lidhen me figura politike me financierin amerikan Jeffrey Epstein. Këto zbulime kanë shtuar kritika ndaj gjykimit politik të kryeministrit dhe kanë rritur presion mbi udhëheqjen e tij. Analistët vlerësojnë se riorganizimi i stafit synon të rikthejë besimin publik dhe të forcojë disiplinën e brendshme, ndërsa qeveria përpiqet të shmang pasoja më të thella politike. Megjithatë, tërheqja e një pasnjëshme tregon se situata mbetet e brishtë dhe sfiduese për ekzekutivin britanik.